Fermerët grek kanë bllokuar disa rrugë kombëtare me traktor në shenjë proteste ndaj rritjes së kostos së prodhimit, çmimeve të ulta dhe vonesat në dhënien e subvencioneve nga qeveria. Një nga rrugët e bllokuara është dhe pjesa e autostradës Athinë-Selanik pranë Larisës, ku fermerët vendosën traktor dhe policia u detyrua të devionte trafikun në mënyrë që të shmangeshin problemet e rënda. Blokada, për të cilën sindikatat e fermerëve janë shprehur se do të kulmojë të premten, kur do të bllokohen edhe pika doganore dhe porte, u ndërmor pasi disa persona u arrestuan javën e shkuar, pasi dyshohet se përmes një skeme mashtrimi kishin përfituar miliona euro nga subvencionet që Bashkimi Evropian jep për fermerët, një skandal që ka provokuar këta të fundit dhe ka shtuar masat për kontrollin e pagesave të subvencioneve. Nga hejtimi paraprak i zyrës së prokurorit publik evropian, rreth 324 persona dyshohet të kenë përfituar në mënyrë të padrejtë subvencione që kapin vlerën e 19,6 milion eurove. Dita e parë e mobilizimit të fermerëve, që ishte e diela, u karakterizua nga incidente në dy fshatra të Larisës, ku fermerët në përpjekje për të bllokuar autostradën kombëtare Athinë-Selanik u përleshën me forcat e zbatimit të ligjit, por në fund ja dolën të bllokonin atë rrugë. Gjatë përleshjeve u lënduan 2 fermerë dhe 2 oficer policie, ndërkohë që 3 protestues u vunën pranga.